Ja ku takohemi në një video tjetër për ju ndjekësit e së vërtetës. Në videon para kësaj krujtëm dhe shkrujtëm, gërmuam dhe gërmëzuam, e vërtetuam se fjalëformimi i fjalës shkruaj është fjalëformim i gjuhës shqipe. Gjë kjo që vërtetohet nga vetë fjala, se ajo është shkruar dhe e parabile. Por sot na duhen prova që t'i vëm kapakun, pra të gjejmë shkrime që ta vërtetojnë se ishim të parët që shkruam dhe studiuam. Shumë mirë mund të kisha sjell shkrime etruske të cilat gjenden me bollëk falë studimeve të studiuesve të shumt që janë marrë dhe merren me këtë temë. Mund t'ju sillja dhe të lexonit vetë pllakën e Lemnosit, por nuk do ta bëj sepse ju tashmë i njihni ato. Ne sot do të vërtetojmë një fjalë e cila gjendet pothuajse në çdo pllak varri para Krishtit, ose stel, siç i thon këta specialistat. Dhe kjo është fjala hajre. Me qindra e ndoshta me mira janë gjetur në territorin e Ilirisë, Greqisë sotme, Italisë së Jugut, por jo vetëm në këto vende që lart përmenda. Këto janë gjetur në pothuajse të gjithë Mesdheun. Me një kërkim të shpejt, informohemi e na thonë se është fjalë greke, e lashtë, e që na le të kuptojmë se është një urim për të vdekurin, ose urim i të vdekurit për ata që la pas, ose lam të mirë. Pra, është një ose një mbase. Dhe më e bukur është se na e lexojnë me rregullat e gjuhës së kishës bizantine, e cila është krijuar nga çarja që patën me perëndimin, dhe kështu formuan gjuhë e cila do të zvendësonte latinishten në predikim. Pra, të lexosh një gjuhë antike me një gjuhë të përgatitur në mesjet për predikim, unë nuk e kuptoj. E besoj se dhe ju nuk e kuptuat, por këta e kuptojnë. Dhe si shqiptar hesapi, mos besues pra, nga gjithë këto fakte që të lënë me gojë hapur, unë mblodha fjalë dhe fjalëformime, biles dhe shprehje nga gjuha shqipe për t'ju treguar se kjo fjalë është shqip, ose më mirë ta them, gjuha shqipe vërteton se kjo fjalë është krijim ekskluziv i saj dhe vetëm i saj. Kur një fjalë në një gjuhë merr trajta të shumta e formon fjalë të tjera, ajo vërteton veten e saj se është fjalë e vjetër dhe ka jetuar aq gjatë tek ajo gjuhë saqë është sjelljuar në fjalë të tjera. Dhe ky është kushti kryesor i cili vërteton se cila gjuhë e krijoi dhe cilës gjuhë i përket. Fjala hajre pra, lexohet ashtu siç është shkruar dhe jo qere siç pretendojnë grekët me gjuhën mesjetare që ju dhan me pahir. Por kjo nuk është një fjalë vetme, por një fjalëformim i gjuhës shqipe, i cili përbëhet nga dy fjalë, nga fjala ha dhe fjala ire ose ir, dhe në shumë zona të Shqipërisë përdoret dhe hire. Unë kështu mendova dhe shiko se sa fjalë kam gjetur. Në gjuhën shqipe pra, duke pir kafe tek lokali i lagjes, aty tek cepi i pallatit. Përfytyrosi kur të kisha hapur ndonjë fjalor shqip, qa do ishte bërë. Me qëra fjala tani. A janë këto fjalë tek fjalori i fjalëve të gjuhës shqipe? Jo për ndonjë gjë, po nëse janë, a i ka parë ndonjëri nga këta albanologët, apo gjuhëtarët, apo ustallarët? Ose mos e kanë sqaruar këta që është shqip kjo, dhe unë nuk e kam parë, se nuk ka mundësi them unë me vete tani. Me qindra albanolog, duke filluar nga serb e grek, deri te këta shqiptarët, duhet i din këto fjalë. Them unë prapë me vete. Apo nuk e kam parë mira të faqen e fjalorit ku shkruhen këto fjalë. Megjithatë, fillojmë me fjalët që shikoni.
pa shumë ire, pa lëvdata me fjalë. I bëri shumë ire, shumë dere, me irë, me të mirë, pa irë ose pa hirë, me zorë, për hirë të plakës, për hatër me fjalë. Djalë i hairt i bekuar, shtëpi e hairt e bekat. Pra, kjo ishte vetëm për fjalën ire ose irë, që në shumë raste ne e themi dhe hirë, që në disa zona është ire e në të tjera është ire e hire. Por, çfarë kuptimi ka kjo fjalë vallë? Heqim çorapet e të futemi në këto ujëra e të shohim sa thellë ka këtu. Pra, ire pak më lartë pam se ka kuptime të ndryshme, por në jug, në çamëri, thonë, iri në prag të shtëpisë, ose sa hiri brenda. Hyri, thot më pak më lartë dikush. Hyj, thot një tjetër. Hyj jon. E fillon një loj me hyrje e dalje o shok që nuk mbaroka. Tërhiqemi mbrapsh se pas ka thellë shumë nga kjo anë. Shkojmë tek hiri tani. E ne themi hiri në shtëpi e mori hirin e druve. Hiri që mbetet pasi gjithçka digjet, që na çon tek shpirti i cili është gjëja e vetme që ngel tek një person pasi ai ka dhënë aq sa pati në këtë jetë. Por ne kemi dhe fjalë si hirësi, hirësia juaj. Për çfarë hiri në sy e ka fjalën kjo fjalë? Sa kuptime pas ka kjo? Tërhiqemi shpejt se këtu pas ka thellë shumë dhe nuk kemi marrë asnjë vegël me vete për të mbajtur frymën të paktën. Dhe kur futesh thellë, edhe mund të mbytesh në detyri dhe nuk del dot më. Pra, kemi një thesar aty poshtë dhe shkoka thellë. Dhe nuk na qen nga fjalë do si do, por qen ka fjalë rrënjë, një rrënjë për fjalëformime dhe kuptime. Kemi fjalë e fjalëformime pa fund që marrin shpjegim nga iri e irë, hir e hiri. Dhe shumë fjalë në gjuhë të tjera mund të shpjegohen e nxjerrin kuptimin e vërtet nga këto fjalë të shqipes. Sepse dhe këto gjuhë ka ruajtur fjalë të vjetra që vetëm në shqip japin kuptimin e tyre të vërtet. Prandaj them unë që duhet shqiptarit të ndezi llambën, sepse vetëm ai e ka në kokë qelsin. Pa të shohim për fjalëformimin me fjalën ire dhe hajre. Dhe shiko çau beka këtu tani. Shumë hare, gëzim. I pa hajrin e gëzoj. Të qoftë për hajër, urim. I pafsh hajrin, ironikjo. Bëfsh hajër, urim të vaft mbar. Sahati i hajrit është shprehje kjo, që tregon se përfitoi, pati dobi nga diçka. Djalë i hajrit, i mbar, zbën hajër, nuk sjell dobi kjo, gjëja me fjalë. Mos e bëftë pikën e hajrit, mallkim. Pra, kemi kuptime të shumta me këtë fjalëformim. Gjë që vërteton akoma dhe më shumë se fjala hajre këtu është fjalëformim i gjuhës shqipe ekskluzivisht dhe vetëm i saj. Pra, sa variante na japin këta specialistat, ne ja dhënkemi me një shprehje të vetme. Shikoni këtë varrin grek tani në Apoloni të Fierit. Ky greku na paska qenë i hajirtë. Po jo vetëm i hajirtë, por dha hajret kur ishte gjallë. Pra, ky greku i lashtë. Dhe këta grekrit e tjerë që pas kanë parë hajir nga ky tipi. E ky ishte i hajirët e ja u dha hajret këtyre grekërve me një fjalë. Ku janë këta gjuhëtarët, doja të pyesja unë?
këta specialistat, ku janë këta ustallarët e ku dreqin e marrin rrogën. Kështu pra, dhe sa po e kuptuat ju se shkenca e albanologjisë na qenë ka formuar për të mbuluar e jo për të zbuluar, Shkenca. Ky shkrimi për shembull këtu lart, unë dhe jo vetëm unë besojmë se nuk është vetëm emri i këtij personit, por ka edhe më shumë. Këto janë shkurtime fjalësh e tituj dhe jo vetëm emra, po për këto do të flasim në një video tjetër. Shikoni simbolin këtu, i përkryer, nuk ka shenja që kiçi fare. Teknik e shkëlqyer, njohuri e jo shaka. Po, çfarë dreqin do të thotë se këtë simbol vetëm në Apolloni e kam parë? A ka ndonjëri informacion për këtë? Nëse ka, le të komentoj. Kurse shkrimi është beter fare. Thuaj se ka shkruar natën e shpejt ky Varregjiu. Shiko, për atë Varregjiun antik themon, okej, që të mos keq kuptohemi. Pra, një punim spektakolar dhe në të njëjtën kohë një shkrim në Albani. Çudi, dhe nuk është një, por janë shumë. Por ka edhe si këto të tjerat, që i ka shpëtuar një çik pallakina nga dora njerit dhe i gjithë shkrimi humbi. Them ta lëmë kaq e mos ta bëhemi shumë të mërzitshëm. Tani. O shqiptar, o derman, tani ky mban derën apo mban dritën në erë? Qa dreqin mba ka ky derë mani? Hape derën e futu brenda e na jep derman se na plase. Si përfundim tani. Fjala hajre në cilën do plak varri e kudo gjendet është shqip dhe vetëm shqip. Dhe mos e mbaj derën mbyllur o derman. Sepse ata njerëz që përshkruan ato plaka kanë qenë të hajirit, kanë dhënë hajër, kanë dhuruar hare e kanë qenë të hajirt për kombin e tyre, e jo vetëm. Hirësi dhe hapësir kanë dhuruar, dhe ne na takon t'i mbrojmë me çdo kusht, sepse jemi pasardhësit e tyre. Ne jemi pra dermanët që mbajmë hapësin e hapësirës. Nëse dikush do t'i marri e t'i kruaj, t'i ruaj e t'i shkruaj këto, është i lirë t'i përdor, sepse si që vu të re në video, unë nuk mundem, sepse ashtu kam ca punë të vogla që nuk më lën. Miru pafshim në një video tjetër.